Përshëndetje dashur shikues, mi se vini në Agora News, do të flasim mbi qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundrejt vendeve europiane përmes një mesazhi që ka dërguar së fundmi Departamenti Amerikan i Shtetit, ku thekson se minimi i proceseve zgjedhore është një rrezik për vetë partneritetin transatlantik midis Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por a është ky mesazh edhe një apel për klasën politike shqiptare, ku në Shqipëri u mbajtën zgjedhjet e 11 majit. Gjithashtu do të flasim edhe për dosjen e Ilir Metës, ndaj të cilit janë ngritur zyrtarisht 3 akuza dëshmar i pandehur, për cili do të jetë fati i tij juridik dhe se çfarë mund vendos drejtësia për ish-presidentin Meta. Për të folur për gjitha këto ne kemi të ftuar avokat Gylsen Zhlimën. Zoti Zhlima, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zhlima, pas një heshtje të gjatë, më në fund ambasada amerikane reagoi për zgjedhjet, por në një mesazh mjaft të shkurtër ku ja drejtohej vetëm qytetarëve shqiptar, pra popullit shqiptar dhe jo klasës politike apo Partisë Socialiste që i fitoi këto zgjedhje dhe konkretisht Edi Ramës. Ambasada amerikane, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk funksionojnë më në atë ritmin si ka qenë përpara me Departamentin Amerikan të Shtetit, në fushën ku ai operonte në shumë dhoshmëri apo në shumë qëndrime të ndryshme që ka pasur sipas administratës Biden, por edhe presidentëve të mëparshme që vinë nga radhët e Partisë Demokratike Amerikane. Mesazhi i koduar ose mesazhi i parakoduar para zgjedhjeve parlamentare ndaj zotit Rama ka qenë i qartë nga ambasada amerikane, mos reagimi e ambasadës amerikane në politikën e brendshme. E kemi parë për herë të parë, do thoja, që kjo ambasadë ka ndaluar të funksionuarit në prezencë publike sapo erdhi presidenti i ri Donald Trump pranë shtëpisë së bardhë. Ky është një tregues i qartë që linja e zotit Trump është përtej burokracisë institucionale që shoqëron historikisht Amerikën. Sot, në datën 1/6/2025, dua të ju sjell në vëmendje deklaratën e zëdhënëses së Departamentit Amerikan të Shtetit me datën 29/5/2025, ku ajo thot që pasi erdhëm në pushtet, ne po riorganizojmë Departamentin Amerikan të Shtetit, që do të thot Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka më asnjë ngjashmëri me departamentin ku u komandonte nga zoti Biden, që do të thot linja Trump që dërgon mesazh nëpërmjet ambasadës amerikane në Tiranë, zotit Rama, po jo vetëm, sepse mesazhet janë edhe për shtetet të tjera, të cilët zoti Trump i thot shtetet sorosiane dhe jo shtetet me sovranitet, se në rast se do të vini re në deklaratat që bëhen vazhdimisht, thuhet për sovranitetin e vendeve, të cilët sovranitetin e kanë shitur tek fondacione të ndryshme. Ne gjithmonë do të përfshim si një fondacion kundërshtar të politikës së Trumpit, fondacioni Soros. Pra, duke e konkluduar këtë dhe duke dhënë mesazhin e qartë, është që linja Trump po reformon dhe po ndryshon qasjen e Departamentit Amerikan në Shtetit me shtetet e tjera, sepse është kuptuar qartazi korrupsioni që ka ndodhur të funksionarët e Departamentit Amerikan të Shtetit. Pra do të thotë, mesazhet nuk janë vetëm për politikën shqiptare, janë përtej politikës shqiptare, po përfshin pikërisht politikën shqiptare dhe zgjedhjet parlamentare të cilët ne kaluam. Si mendoni, pse SBA ka këtë qasje komplet ndryshe nga vendet e Bashkimit Evropian, ku mesazhet e këtyre të fundit janë adresuar personalisht kryeministrit Edi Rama për fitoren e zgjedhjeve, ndërkohë vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ambasadës mjaftohen me një mesazh kaq të shkurtër pa përmendur konkretisht emrin e Edi Ramës?
ambasada amerikane nuk e përmend Edi Ramën sepse dihet linja kush është, por shtetet e Bashkimit Evropian janë pak më ndryshe, sepse ata kanë një lidhje me Bashkimin Evropian shumë ndryshe. Pra, Bashkimi Evropian nuk ka sovranitet. Pra, është një federal, janë si shoqata dhe bën një federat dhe quhen federat, po secila shoqat ka autonominë e vet. Edhe kështu të ndodh. Çdo shtet ka autonominë e vet. Pra, nuk përfaqëson përshëndetja e zotit Rama me komisionerin e zgjerimit të gjithë Bashkimin Evropian dhe shtetet e Bashkimit Evropian. Komisionerja thjesht e bën për anë formale, thot përgëzojmë qeverinë e re shqiptare. Do të them dhe diçka tjetër që me datën 4 qershor 2025, ora 9:30, Parlamenti Evropian diskuton zgjedhjet parlamentare në Shqipëri. Komisionerja e Bashkimit Evropian ka deklaruar që zgjedhjet në Shqipëri kanë qenë të qeta, pra nuk kemi pas incidente, ky është fakt konkret, por fton klasën politike në fund fare, në fund të deklaratës, fton klasën politike shqiptare që edhe pozitë dhe opozita, pavarësisht rezultateve të mandateve, të ulen në truezën e dialogut. Tani, komisionerja e zgjerimit e di shumë mirë pse bën këtë gjë. Sepse thot, unë mramën nuk e marr dot në Bashkimin Evropian, se dua të marr gjithë Shqipërinë. Në rast se do marr gjithë Shqipërinë, më duhet edhe opozita. Në rast se kam një opozitë kundër, normalisht edhe populli do të jetë reflektues ndaj Bashkimit Evropian. Sepse Bashkimi Evropian nuk është të drejtash apo përfitim të drejtash, është detyrimesh. Dhe detyrime nga mjesi deri në darkë, derisa më shumë se sa është aktualisht. Pra populli do paguaj sepse na pëlqen të lucidohemi. Edhe kur lahesh, paguan faturën e ujit. Kështu është e vërteta. Pra do të thotë që çdo gjë ka edhe një faturë. Kjo faturë normalisht do t'i faturohet qytetarëve shqiptar. A vjen Rama e bën këtë, a vjen UFO e bën këtë, a vjen një klandestine dhe na fut në BE, nuk ka rëndësi. Rëndësi është që fatura do vijë dhe do shënohen aty shifrat. Pra do të thotë që përshëndetjet dhe salutimet normalisht do ndodhi. Pra do të thotë erdhi zoti Costa. Zoti Costa është presidenti. Zoti Costa humbi në Portugali partia e tij socialiste dhe morën partia Partitë e Djathta morën pushtetin. Zonja Ursula von der Leyen është ajo tha që po Shqipëria përpara dhe kështu. Zoti Macron, i cili me sa duket zoti Trump i tha mbyll derën edhe kujdes kur hapet dera se mund të ndodhë një gjë e papritur. Edhe tani të presësh nga ai të thot për integrimin edhe për dhunën në familje, unë herës tjetër kur të vi në Shqipëri do të çoj do një mesazh dhe them të lutem na fol për dhunën në familje në Shqipëri dhe në raport me Francën. Imagjinoni kush janë ata të cilët na qeverisin Bashkimin Evropian. Po ju mendoni se do të kishim Bashkimin Evropian siç ka qenë atëherë me emra historike, njerëz që kishin integritet politik edhe bënin politika në Bashkimin Evropian. Këta që janë fut tani pas Covidit, pas izetës, këta janë keq fare këta kanë ikë fare, këta i ka bërë vaksina kështu duke fol me veten. Edhe dua të them edhe diçka tjetër, gjithmonë në prezumimin e pafajësisë, sepse unë nuk mund të cenoj atë që është e vërteta, pra për mua pavarësisht kush ka bërë një vrasje apo një krim, prezumimi pafajësisë është derisa të provohet në vendim të formës prerë, themi gjithmonë. Tani që solla këte vaksinat, ka një rast që mediat tona nuk e trajton, për mediat e botës e trajton, po flasin për Bashkimin Evropian. Zonja krye komisionerja, e cila thot përgëzoi Shqipërinë për arritjet, për reformën, për transparencën, për llogaridhënien dhe gjitha këto, është dënuar nga gjykata e drejtësisë europiane për mos transparencë dhe për mos llogaridhënie të një institucioni të lajmeve ose të gazetave, të medias në tërësi, New York Times, ku i ka kërkuar edhe i thot,
zonja Ursula von der Leyen, të lutem, më thuaj, a ke folur me drejtorin ekzekutiv të Pfizerit, vaksinat? Ajo nuk kthen përgjigje. Dhe ky institucion ankohet dhe gjykata dhe drejtësisë europiane i thot Ursulas, gjithmonë në prezumimin e pafajësisë, Ursula, ti dyshohesh për mos transparencë, mos llogaridhënie dhe dyshime korruptive. Pse nuk e jep të dhënat personit çka ke folë, çka ke thënë? Ursula. Dhe pastaj vjen Ursula këtu që ne korrupsionin e kemi të eliminuar, e kemi vrarë. Edhe vjen thot, përgëzoj popullin shqiptar që s'ka pasur gjykatë europiane, gjykatë kushtetuese, gjykatë të lartë, për 3 vjet ne i kishim bllokuar të gjitha, gjykata apelit me 150.000, 60.000 dosje, tjetër do të jetë në parcele dhe do dalë vendimarrja. Në shkallë të parë prite derisa të tërbëhet të gjithë Shqipëria, edhe ju më thoni mua që të gjithë këta të huajt përgëzuan zotin Rama. Unë do kisha shumë çudi në rast se këta vinin në Shqipëri edhe flitshin për dhunën në familje, për korrupsionin, për krimin e organizuar. Kjo do të ishte çudia më e madhe, por çfarë për përgëzime, edhe unë të çoj edhe armikut ose kundërshtarit them, gëzuar edhe 100. A e besoni ju ndonjëherë këtë? Prandaj të lutem, këto janë formalitete të cilat për mendimin tim janë kot sa për sy e faqe dhe samiti në Shqipëri që u bë ishte për Ukrainën, nuk ishte për Shqipërinë. Po thjesht ne na pëlqen që çfarë gjë që shkëlqen është edhe flori dhe marrim paket këtë, edhe kur vjen fatura pastaj paguajmë vetëm ne, se Edi Rama thot përgjegjësia është individuale. Pse ju nuk reaguat? Heshtët. Heshtja është përgjegjësi. Për të qenë sakt dhe korrekt, në fakt po lexoja që Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës do të mban datë 23 qershor që do të shqyrtojë zgjedhjet në Shqipëri, pasi do të paraqitet edhe një raport vëzhgimi nga një prej deputetëve italian. Jo, me datën 4 do bëhet diskutimi, pastaj që do bëj asambleja është gjë tjetër. Okay. Po është një takim para prak për datën 11 maj. Ja ta gjej tani se më nisën, do ta nis pastaj ta publikosh ta kesh. Është diskutim në Parlamentin Evropian. Shikuesit. Po është datën 4 i 6, mos gaboj, po ora duhet të jetë 11, mos gaboj diçka e tillë, se më sollën kështu në, do ta nis pastaj ta publikosh. Zoti Zhlima, për të mbetur sërish te qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Departamenti Amerikan i Shtetit ka adresuar një mesazh të fortë kundrejt vendeve evropiane ku bën pjesë edhe Shqipëria, në një mesazh ku thekson se minimi i proceseve zgjedhore vendos në rrezik partneritetin strategjik transatlantik midis Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë rast, zgjedhjet e 11 majit a e kam vendosur në rrezik këtë lloj partneriteti dhe çfarë kërkon të adresoj konkretisht ndaj klasës politike shqiptare përmes këtij mesazhi Departamenti Amerikan i Shtetit? Unë, siç e dini ju, kam kundërshtime për ndërkombëtarët. Siç janë amerikan, europian dhe çdo në komsie tjetër nuk më intereson. Unë rrezikun ndaj Partisë Socialiste e them për 83 mandate. S'është rrezik për Partinë Socialiste. Tani, a ndryshojnë politikat e brendshme të një shteti dhe pastaj reflektojnë ato politika në sferën ndërkombëtare, kjo është gjë tjetër, unë nuk mund të futem dhe të analizoj. Por duke qenë në këto kushte ku jemi sot, problemi më i madh nuk është a do të njohë Amerika apo jo, a do të njohë Europa apo jo. Problemi më i madh është që nesër çdo krizë që do kalosh si shtet duhet të përballet vetëm Partia Socialiste dhe nuk ka detyrë të përballet as opozita parlamentare, as ajo jashtëparlamentare, sepse Partia Socialiste në heshtjen e saj ka pranuar rezultatin dhe ka kërkuar që të vazhdojë qeverisjen e vendit në vazhdim në shtator e tutje. Pra, do të thotë
çdo gjë që i kanoset Partisë Socialiste nuk mundet ne ta bashkojmë apo ta shumëzojmë apo ta pjestojmë me çfarë thot një institucion ndërkombëtar. Jo, nuk dua të futemi në këtë lojë, nuk dua të them vetëm këtë gjë, që Partia Socialiste është në situatë më të vështirë, të pa imagjinueshme për veten e saj, sepse duket qartë që kutitë e votimit janë mbushur. Parcelat e tufinës dhe sharrës kanë votuar. Pra do të thotë që individ të cilët nuk kanë jetuar, jam i bindur që kanë votuar, pavarësisht se asnjëri nuk e thot. Dhe të një rinumërimi i votave në rast se do t'u bënte ashtu siç duhet, dhe jo marketingu që bën PS-ja, PD-ja dhe të tjerë në këto zgjedhje. Unë mendoj që e gjithë kjo situatë që do të kthehet në një situatë anormale, po në një kohë të gjatë për Partinë Socialiste, do duket qartë që Partia Socialiste do pendohet pas shumë vitesh nuk flas tani nesër. Të gjithë janë të gëzuar nga këta, të cilët kanë fituar. Të keni parasysh diçka, nuk keni fituar, keni humbur, por humbja shikohet sipas bursës. Pra, në rast se ju keni parë bursën ndërkombëtare, fillon me një nivel. Ai nivel i cili e ka filluar, të nesmen mund edhe të ndryshojë. Pas nesër mund të fitosh më shumë, por pas një kohë mund ta humbasësh të gjitha. Pra do të thotë Partia Socialiste përfutet në bursën më të keqe të jetës së saj ekzistenciale në hartën e Republikës së Shqipërisë. Nuk them eliminimin e Partisë Socialiste. Nuk jam kaq naiv të them këtë gjë. Po them rrezikun që i kanoset Partisë Socialiste, se me ikjen e dy faktorëve kryesor rreth vetes, pushtetit dhe paras, duhet të keni parasysh që këto 83 mandate do të jenë për Partinë Socialiste mallkimi më i madh, më i rënd, dhe madje socialistët pas shumë vitesh që janë komunista një pjesë e tyre, nuk do duken që të flasin kaq shumë për partinë e tyre, pavarësisht se tani kanë dalë edhe po lulëzojnë nga cili aspekt që kanë marrë pushtetin, pra duke e vjedh pushtetin, se me meritokraci socialistët nuk merrnin aq mandate. Avokat, si e lexoni këtë mesazh të Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se tashmë Shqipëria sapo mbajti zgjedhjet e 11 majit, dhe a reflekton ky mesazh një qasje konkrete kundrejt kryeministrit Edi Rama, nisur edhe nga backgroundi i tij në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka një dosje siç është ajo e ish agentit të FBI-s Charles McGonigal? Mendoj se zoti Rama po të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës privatisht, jam i bindur që do të thonë mund të jeni pak këtu të kreshti tjetër, thjesht ju bëjmë disa pyetje, ndërsa po shkoj i ftuar normalisht do të ketë imunitet, pra nuk do të merren masat ndaj tij. Unë mendoj se zoti Rama e ka të vështirë të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo se ai nuk don të shkojë, ai e ka me kaq shumë dëshirë, me kaq shumë pasion vajtjen, por me ardhin e zotit Donald Trump, zoti Rama mund të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në anë gjithmonë institucionale, por nga anën private dyshoj. Zoti Rama ka qenë shumë i ekspozuar nga administrata e Bidenit në gjithmonë në aspektin e Ukrainës, sepse demokratët amerikanë din të vendosin në vijën e parë viktimat e parë. Është si puna e luftës, ku shkon në luftë ata që ikin përpara, ikin amatorët, jo profesionistët. Shkojnë ata dhe pastaj vinë profesionistët në një luftë betejë. Pra do të thotë që zoti Rama është viktim në të dyja rastet, po jo një viktim e cila don solidaritetin ton, një viktim që vetë ka dashur të bëhet, por ka marrë në kurriz dhe në qafë popullin shqiptar. Në rastin e Ukrainës, Shqipëria nuk kishte pse të fuste në një luftë kur ne nuk kishim palë. Pra, pse donte NATO në këto momente që flasim nuk është palë në atë luftë, sepse NATO nuk lejohet të bëj luftë.
shko lexo statutin dhe të thot shumë qartë. NATO asiston në mënyrë politike, pra të jap unë mbështetje politike, sa bukur je ti që po lufton me Rusin. Të jap disa armatime ty, qa do borxhe. Pra që japim ne Ukrainës, borxhe. Për shembull, japim armatime dhe i themi, kur të dalësh ti nga ajo lufta dhe si do dalësh, tek ne je borxhli. Po jo se ne japim një asistent, ose NATO është asistente ndaj kësaj. Dhe s'ka pse ne të ishim kaq shumë budallej dhe të pranonim që të bënim pjesë e kësaj të loje që sot del në kurrizin ton. Pra ekspozimi parë ky 1. 2. Rasti që zoti Rama ishte kaq shumë i atashuar pranë zotit Biden dhe pranë zotit Soros. Keni parë ju sa herë shkonte në Amerikë, vendoste fotot e George Soros dhe Alex Soros. Kjo çfarë ishte? Ishte një PR që u tregu qartë që në të dy rastet përdorej Rama për të goditur Shqipërinë. Por me ndihmën e Ramës. Dhe rasti tjetër që Rama nuk doli të japi një qendrim publik, zotri, a është korruptuar me Gonigal? Po apo jo? A keni marrë pjesë ju në takimet e? Po apo jo? A janë kërcënuar biznesmen, pushteti ekonomik, oligark për të tjerë me faturime të veçanta për të shmangur në ngrada? Po apo jo? A janë vendos të tjerë në ngrada? Po apo jo? Për të bërë ju sa më shumë mirë punën tuaj për të marrë 83 mandate. Sepse faktori Yuri Kim, vula e PD-s në gjykat, procedimi penal i Sali Berishës, futja e Ilir Metës në burg, mbyllja në Amerikë të rast me Gonigal sa më shpejt nga administrata Biden. Edhe të vjen ajo shprehje e famshme në Shqipëri të amerikanëve që duam të keni një drejtësi të pavarur dhe të paanshëm. Bëjmë pyetja unë ty. Po ti e din që presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës emëron kryeprokurorin dhe na vinte këtu Yuri Kimi na thoshte do të jeni të pavarur ju. Po ti kur politikisht e komandon prokurorin tënd, si na vjen ti këtu na bën ne politik që duhet të jemi ne të pavarur? Pse ne të jemi të pavarur dhe ti të jesh e varur atje dhe ta përdorësh prokurorin kundër Donald Trump kur Trump kandidonte për president të Shtetit Bashkuar të Amerikës? A e shikoni çfarë anormaliteti është kjo? Ose ajo pjesa tjetër që ta lidhim këtu edhe me Britaninë e Madhe, kjo është e papame, thon futuni ju në Bashkimin Evropian, ndërsa këta kanë dalë. Unë i them, hajde edhe ti me ne brenda të futemi bashkë. Pse na thot futemi edhe ti jashtë? Prandaj, kështu është edhe rasti kjo e me Gonigal me Edi Ramën. Pra, mbyllet dosja e tij para se të vinte Trump, vjen Trump, lëshon mesazhe dhe bomba, dhe kur sekreti është ky këtu. Kur lëshon bomba ambasadë amerikane në Tiranë, ne nuk kuptojmë ne gjë. Themi sa bukur këta folën. Se ne na intereson a folën këta, nuk ka rëndësi çfarë thën këta, e kupton? Folën. Këta folën, thanë, popullin e urojmë kështu me radhë. Bari tjetër po vazhdon, po nuk po kuptojmë si quhet dhe si konsumohet ky bar. Tani Rama e kupton shumë mirë çfarë po thën këta. Sepse ai është në dieni. Populli, ne nuk e kuptojmë shumë mirë. Sepse kërkojnë të na sjellin edhe dokumente të tjera, mesazhe të tjera, video të tjera, qendrime të tjera që të kuptojmë, po është për Ramon apo është diçka tjetër këtu në mes. Përderisa e kishte shpërndar ambasada amerikane në Tiranë pjesën e minimit të procesit zgjedhor, duket që ka një mesazh të fshehur të paktën në aspektin. Po mirë, po ne duhet të bëjmë amatorin. Ne duhet bëjmë edhe naivin, e kupton? Unë do bëj naivin tani, pse? Unë mund të bëj zjutin, pse të bëj zjutin? Se kur bësh i zjut, je budalla. Kur bën budallajn, je i zjut në Shqipëri. Ky është realiteti. Pra do të them, unë nuk mund të bëhem i zjut. Do të jem budalla. E kupton? Se vlerësimi në Shqipëri ka budallaj, jo i zjuti. Dhe unë tani e marr me aspektin e naivit. Mirë. Çfarë do të thoshte autori? Sa bukur reagoj. Kaq. E mbylla unë, reagoj ky, nuk ka rëndësi çfarë thot. Këto fjali që the ti nuk kanë fare vlerë për mua.
Po unë ç'a them? Po çfarë sekreti fshihet pas këtyre gërmave, fjalive, paragrafeve që lëshon ambasada amerikane në Tiranë? Por për ty edhe për mua as bëhet fjalë, por për popullin shqiptar as bëhet fjalë, por normalisht për klasën politike dhe sidomos për Edi Ramën. Sepse unë nuk e komandoj policinë e shtetit, unë nuk e komandoj prokurorinë, unë nuk komandoj institucione shtetërore. Pra do të thotë që diçka fshihet këtu. Dhe sekreti është që Rama e di shumë mirë çfarë ai po i thot atje për te oqeanit. Do të them edhe diçka tjetër. Ai për te oqeanit bëri diçka të mirë. Shiko, është edhe një sekret tani këtu, ose një bombë, që në një moment Rama do ftohet në shtëpinë e bardhë. Po e di bombën. Por në të njëjtën kohë, Rama duhet të mendoj mirë çfarë ka thënë në 2016 në CNN, kur ka thënë që ai është një person i tmerrshëm, i rrezikshëm. Dhe në të njëjtën kohë, Rama duhet të shikojë që Trumpi këfton në shtëpinë e bardhë, i tregon edhe një video si një afrikani që i tha Afrikës së Jugut, presidenti i Afrikës së Jugut. Po, i tha, o shoku i tha, hape pak atë televizorin aty, shikoj që ke bë me fermerët, pse ti diskriminon të bardhët atje? Edhe ja tha atit, si ishte ai, shkreti, se kuptuam që ngjyrë kishte, po pavarësisht ngjyrës të jashtme, u duk që ai s'dinte çfarë artikulonte pastaj. Edhe Ramës do të thotë, o vëlla, shikon çfarë bëhet aty në Shqipëri, më çfarë janë këto gjëra. Po mirë, tani, i thotë atit se kështu, i thotë. Po mirë, çfarë është kjo video këtu që ke folti për CNN për mua? Po unë të dukem kështu ty? Edhe e pyet Ramën dhe i thotë, më fal, pa ato kuotat vjetore në NATO, ai pagon rregullisht apo i çekini borxhli edhe jo? Prandaj kjo është situata në vendin tonë, kjo është situata zoti Rama, këto me Gonigal, këto që më thotë ja si gjosja. Ju keni përmendur më parë një listë për 69 emrash të cilët mund të listohen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të shpallen non grata, ku mund të përfshihen Jo non grata. 69 emra të cilët janë në një listë dhe secili prej tyre do marri përgjigjen e dur, po jo non grata. Pra do të thotë, unë normalisht mund të refuzoj vizën ty, po nuk të shpall non grata. Po, në raport me ato që ka bërë. Po nuk të shpall non grata. Për shembull, pas 10 vitesh ti mund të aplikosh dhe ta marrësh vizën, ose pasi unë ta kam refuzuar mund ta jap ty vizën, po jo non grata. Ku s'kam thënë fjalën non grata? Kam thënë që këta individ janë me shënim dhe shënimi secili e ka për gjën e vet që ka bërë. Por ama këto 69 veta nuk do t'i çohet njoftim si bëntën përpara disa shtete, mos themi emra tani, se ama po i morëm të gjithë me radhë, ama e kemi kohë. Por puna është këtu, do të çohet mesazh në aeroport, pra në moment kur të futen. Po, duke qëndruar pikërisht kësaj linje që ju keni shprehur dhe më parë, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe vetë sekretari Marco Rubio e specifikoi një gjë të tillë duke thënë që çdo kush që del kundër interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra qoftë edhe një shtetas i huaj, pra në Europë apo kudo që tjetë, do të merret masa ndaj tij. Në këtë rast, sa rrezikohen elementët të tillë, po themi nisur nga lista për 69 emrash që ju keni përmendur, dhe sa rrezikohen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që të goditen në raport me atë çfarë kanë bërë, përfshirë këtu politikan, biznesmen, gazetar, gjyqtar dhe prokuror të cilët e kanë kaluar përfaqësues të fushave të tjera. Po, sidomos shiko ç'a ndodh tani, kur kaluan vettingun këta gjyqtarët e famshëm që kemi sot në sistem, të gjithë menduan se derisa e kaluan dhe kanë amerikanët nga mrapa, këta menduan sikur kanë Amerikën të gjithë nga mrapa, kupton? Edhe kaluan. Por tani Amerika kujtohet dhe thotë,
më falë zotëri, këta ka një asistent, po ju lutem na thoni pak këto gjyqtar që keni ju dhe prokuror, a janë ashtu siç janë apo janë kështu sapo i ka kalu këto i kanë bërë thjesht një pastrim, një çidim, një kështu një lavazh. Edhe thoshin, shiko, na jep disa emra që ti kemi parasysh dhe ti shikojmë, ti kontrollojmë pak. Edhe emrat janë dhënë. Tani unë se di kush i ka dhënë këtë çka ka dhënë, është çështje e tyre, nuk e di, nuk merrem me këto gjëra. Dhe unë di shumë mirë që aty ke politikan, ke oligark në aspektin që vjedhin, nuk ke pushtetin ekonomik. Pra, a hajdut, pra do të thotë që ai, për shembull, është për të bërë një shërbim, ai nuk e bën kurrë atë shërbimin dhe gjithë lekët i merr i fut në xhep. Ai është hajdut oligark. Por ai tjetri që është pushteti ekonomik, që merr tendera, edhe bën shërbime dhe fut njerëz në përpunë, këto nuk ka problem. Ai është shumë okay në punën e vet. Po që është pushteti ekonomik. Oligark është ai që merr edhe fut vetëm në xhepin e vet dhe nuk pyet, nuk bën shërbime asgjë. Pastaj në një diskutim kur më kanë thënë se s'kam marr pjesë unë, është folur për vettingun dhe se si këta të vettingut që është bërë pastrimi kanë kaluar dhe qëndrojnë sot në karrike. Dhe ajo çfarë është thënë është kjo, që po ekziston pastrimi, por pastrimi i gabuar dhe i qëllimt i gabuar, që do të thotë komisioneri që ka qenë atë lart ka qenë tashuar pranë partisë në pushtet. Dhe kjo nuk është as e them. I është treguar që kanë qenë disa komisionerë që kanë qenë kandidat me një parti politike, i është treguar që disa prej tyre kanë nepotizëm në kuptimin që kanë familjarëve të tyre në institucione të pushtetit ekzekutiv dhe jo të pushteteve të tjera të cilët janë të pavarur në kuptimin figurativ, kanë kuptuar që diçka nuk shkon mirë, kanë marrë detaje aq sa duhet, nuk është se do t'i godasin të gjithë në mënyrë të menjëhershëm, sa ata po netën pushtet 4 vite atje në Amerikë, normalisht do bëhen zgjedhje dhe s'dihet kush do vi pas atyre, por ajo që unë di shumë mirë është kjo, që përfshihen politikan, të cilët nuk është se do t'i shkojë letra ashtu siç shkonte përpara, ata në rast se do t'ikin në Amerikë, atëherë do t'i thotë futu ose rri jashtë. Po kur të rrish jashtë, ose do ikësh shoqërosh në një zyrë tjetër, edhe aty do hapen procedurat për ty, ose do kthehesh me avion jashtë, pra duke u kthyer në vendin tënd. Biznesmen po ashtu dhe magjistrat të cilët janë të gjykatës kushtetuese, gjykatës së lartë, të cilët do të jenë edhe të gjykatave të tjera, gjykatë shkallës parë, kështu me radhë do jenë edhe ata, por të cilët ata do të jenë pak sjellje pak më ndryshe. Nuk është se do t'i refuzohet viza, por është që do të refuzohen shumë privilegje të tjera, të cilët ata do t'i shikojnë vetë. Por këtu kemi një problem. Problemi është që goditjet e ata do të jetë individuale dhe e rëndësishme nga kjo është që goditja derisa do jetë individuale, juridike, ata ose në rast se ata do të shprehen publikisht që ne ta mësojmë, ose dikush do të na nxjerrë një listë që të na tregojë që në rastin konkret kemi proceduar për këto individ kështu. Prandaj këto 69 individ janë e politikan dhe biznesmen, pra oligark, mos të ngatrojmë biznesmen, oligark, edhe të magjistrat edhe gjykatës kushtetuese, gjykatës së lartë, fus fjalën magjistrat sepse gjykata e lartë dhe kushtetuese për mua janë ple pa dy. Po i fusim të gjithë bashkë, po edhe aty brenda ka probleme të cilët do të shikojmë në kalimin e kohës. Por unë jam i lumtur që atë që tham tek dëgjuesit të juaj doli e vërtet. Pra nuk ishte mashtrim. Edhe jam i bindur që do kemi edhe bomba të tjera, por gradualisht sepse janë 4 vite, po i tham të gjitha tani, që do themi pastaj brenda vitit? Kot, asgjë. Prandaj të presim. Presim, s'do kalojmë bukur të gjithë bashkë. Kujdesni 83 mandate, se mund të jetë pak më problem kështu nga aspekti shëndetësor. Si e lexoni thirrjen apo kërkesën më saktë të zyrtarit të administratës së Donald Trump, i cili ishte pak ditë më parë në Shqipëri
dhe përcolli porositë e prokurorit të përgjithshëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës në takimin e tij me ministrin e brendshëm dhe kreun e SPAK-ut Altin Dumani, duke theksuar se Shqipëria duhet të luftojë kartelet e drogës dhe krimin organizuar. Normalisht që presidenti i Amerikës ka çuar orientimet e tij, ka dërguar qartazi opinionin e tij dhe ka thënë qartas për Ramën dhe klasën politike shqiptare çfarë mendimi ka ai për Ballkanin Perëndimor, për luftën kundër krimit organizuar, për luftën kundër terrorizmit, për luftën e karteleve, për luftën e shumëllojshmërisë së korrupsionit. Pra, të gjitha këto presidenti aktual i ka cituar. Vizita është vizitë sinjalizuese për qeverinë aktuale. Prandaj unë mendoj që e gjithë kjo që po ndodh sot është një mesazh reflektimi për zotin Rama. Zoti Rama duhet të kuptoj që falja e Sazanit tek familja e Donald Trump nuk është tregues që presidenti Trump është një person që është vulnerabël. Pra, në cilin aspekt, si puna e bizneseve në Shqipëri apo oligarkëve shqiptar që rrin pas pushtetit, sepse në rast se prishin pazarin me pushtetin, pushteti i ndëshkon. Amerika është gjë tjetër, mënyra se si procedon zoti Trump është kjo, të sjellë të deleguarit e tij në mënyra të ndryshme, sepse zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i emëruar dhe i zgjedhuri i Trumpit, tha, sherifi ju ka ardhur, por nuk e citoi, është me kostum, është pa kostum, është me atlete, si pëlqen zotit Rama atlete, është tek pull në Shqipëri, është një shqiptar që asnjëri nuk e din dhe ai ka një influencë dhe jep disa informacione dhe në momentin e dur do të shfaqet, do të jetë një ambasador i ri që do të vinë në Shqipëri. Pra, zëvendës presidenti amerikan dha shumë informacione, por asnjëri nuk ka kuptuar cili është informacioni që duhet të merret dhe të përpunohet. Prandaj të gjithë janë në një, do thoja, në një mendim ose më mirë në një reflektim të brendshëm, ata bëj tani apo jo, apo jam i dobët përpara opinionit publik. Unë di këtë gjë që takimet do të ndodhin, por te këto takime do të tregohet qartë krimi i organizuar me ndihmën e policisë së pushtetit. Këtë kuptova unë. Besoj se tek përkthimi nuk ishte i qartë, por herën tjetër përkthimin do ta bëjnë më të qartë, të kuptojnë edhe qytetarët çfarë ishte deklarata që bërën këto një funksionarë të lartë amerikanë. Duke qëndruar tek kartelet e drogës, presidenti i Kolumbisë Gustavo Petro ka deklaruar se një prej kokave të grupit mafios shqiptar që operon në Ekuador dhe që ka transportuar rreth 9 ton drog nga Amerika Latine drejt Europës, pra siç njihet tashmë Dritan Gjika, i cili është arrestuar më 26 maj, ka tentuar që ta vras. Ju si mendoni, ka që fort është bërë mafia shqiptare e cila ka arritur deri në këtë pikë sa që mund të eliminojë edhe krerë shtetesh? Tani unë kam vetëm një pyetje. Ky Dritani donte me vra presidentin e vendit diktatorial. Po s'ka lidhje. Ka demokraci çek atje. Jo, nuk ka lidhje është diktatorial apo jo. Çështja është se si operojnë grupet e drogës dhe se si tentojnë deri në këtë pikë, të paktën siç ka pretenduar presidenti i Kolumbisë. Në rast se jeni në një vend diktatorial, normalisht që dihet që edhe kur ndezat e dritën tek hoteli, e din shumë mirë ku ndezet, çfarë ndezet dhe ku jeton dhe me kë jeton.
se është një vend demokratik, po ka institucione të tjera të cilët monitorojnë për sigurinë kombëtare, ekziston edhe kjo në një shtet demokratik. Dhe tani ky shqiptar donte me vra presidentin e këtij shtetit. Çfarë të them tani? Mund edhe të ndodhë, çfarë themi. Por ajo që unë nuk kuptoj është kjo, që ky shqiptari që ka banda dhe pas ka përcjell kamione ky me tonelat në Kolumbi, dhe ajo që unë prap nuk kuptoj është që ky që ka i fort në një vend ku aty sundon vetëm një krye-diktator që është ky Maduro, Jo, Maduro është i Venezuelës. Këtu bëhet fjalë për presidentin e Kolumbisë, Gustavo Petro, i cili ka deklaruar se kreu i grupit kriminal që kontrollon pjesën e Amerikës së Jugut, siç është Dritan Gjika, ka tentuar që ta eliminoj fizikisht. Ndërkohë, sa i përket pjesës se ku operon ai operon në Ekuador. Të paktën ka operuar deri më sot në Ekuador, sepse më 26 maj është arrestuar. Më 26 maj është arrestuar në Abu Dhabi. E kupton tani, pra ky pas ka qenë në gjithë këto vende dhe tani është arrestuar në Abu Dhabi. Tani pse duhet të jetë shqiptari epiqendër e kësaj gjëje? Kjo është për tu parë, sepse unë e kam thënë tek ju, edhe nuk heq asnjë fjalë, krimi i organizuar, terrorizmi, korrupsioni, gjithçka nuk ka nacionalitet, thjesht ka individ të cilët bëjnë vepra penale. Dhe pse ai duhet të merret me shqiptar, pse u kap një shqiptar dhe të bëhet tabel qitje një shqiptar, si në Venezuelë, si në Ekuador, si në Meksik, për mendimin tim thjesht janë për të bërë një PR të brendshëm politik të vendit kur kërkon të godas krimin dhe i vendos tabel. Por, të them diçka, pa një person të brendshëm, si në Ekuador, si në Brazil, si në Meksik, pra si një vendas, një huaj nuk mund të operoj kurrë. Dhe mafia, që thënë këta, nuk është me nacionalitet shqiptar, por është e brendshme. Kanë vu një shqiptar aty, edhe futën tabelën që ekziston edhe një shqiptar. Prandaj po të them që unë nuk e besoj këtë gjë, unë mbaj rezervat e mia dhe këto deklarata janë deklarata që nuk na shërbejnë për mirë ne, po thjesht na bën tabeli qitje, si në Bashkimin Evropian, si në vendet e tjera. Pa një person vendas, një i huaj nuk bën dot asgjë. Të më nxjerrin kush është personi brenda, atëherë diskutojmë po është përfshirë dhe është kaq shumë i fortë ky shqiptari. Po pa faktor të brendshëm, shqiptari nuk mund bëj asgjë. Prandaj tabel qitje ne nuk e pranojmë. Ndërkohë në burgun e Durrësit janë kapur 12 aparate celulare, të cilat dyshohen se janë përdorur nga të paraburgosurit në qelitë e burgut të Durrësit, dhe tashmë janë dërguar për ekspertim për të parë se kush i ka përdorur dhe se kujt i përkasin konkretisht. Ndërkohë, duhet të theksojmë se në burgun e Durrësit janë duke qëndruar ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqa, ish deputeti Jurgjës Qyrbja, Alqi Bllako, po ndërkohë edhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj. Ju si e lexoni gjithë këtë ngjarje që ka ndodhur, duke qenë se deri pak muaj më parë kishte informacione që mund të përdoreshin brenda qelisë, po themi aparatet celular. Tani pyetja juaj është shumë e vend, po kërkohet të bëjmë edhe një si tip diskutimi dhe debat. Tani të lutem, partia kontrollot ka pjesëtarët e partisë që i kanë në burg, apo partia po vendos ligjin brenda burgut ku janë pjesëtarët e vetë ish partisë? Tani nuk e kuptoj. Pati dyshime që dhe ministri i drejtësisë kishte vendosur çimka në qelin Erion Veliaj. Ja, s'bën këto gjëra kurrë. Partia komuniste të bëj këto gjëra? Jo. Vetëm Enveri i bën të këto gjëra. S'ka mundësi, është e pamundur. Besoj se, më fal, pyetja është pak problematike, nuk ka thelbin e vet. Zoti Rama ka marrë informacion që janë fut telefona, çfarë i ka thënë ministrit, i ka shkarkuar po jo?
Nuk e di, shumë problem, kjo gjë nuk e kuptoj. Duhet ketë ndonjë problem të brendshëm politik. A votuan Partinë Socialiste këta? Në këtë rast Dhe Rama po tani del përpiqet Në këtë rast Rama po përpiqet të kontrollojë ish bashkëpunëtorët e tij dhe ish deputetët e tij, ish ministrat e tij, po në këtë rast dhe Erion Veliajn duke u sekuestruar në këtë mënyrë edhe aparatet celular po, apo duke u vendosur qoftë edhe përgjues në qeli siç ka pasur dyshime më parë. të jesh në burg edhe të vendosin ato aparatura për të përgjuar, në burg përgjohesh në mënyrë të menjëhershme, nuk ka nevojë të vendosin aparatura. Je i përgjuar, je në burg, je i izoluar, të kontrollojnë të gjitha ato aparatet dhe s'ka nevojë të vendos dikush një përgjues të kuptoj. Shiko, unë nuk do merrem a janë gjetur telefona, unë do merrem si janë futur telefonat. Pa një urdhër nga lart, a më lart të thoshëm, më nalt, nuk mund të ndodhë. Pra do të thotë, ato janë futur nga më nalt, janë bërë zgjedhjet dhe tani kanë ardhur nga poshtë dhe po zbatojnë ligjin. Pra do të thotë që e gjithë kjo situatë që është një mesazh, një reflektim për ata që janë atashuar pranë Partisë Komuniste, që partia i çfrytëzoi, i mori çfarë ishte për t'i marrë dhe zbatohet ligji. Është shumë e thjeshtë kjo gjë. Pse ju ma bërët këtë pyetje kaq shumë të gjerë nuk e kuptova, që janë gjetur telefona kështu. Burgjet janë në zgjedhjet, po e pat, rezultati i burgaxhive ishin kaq shumë që votuan Partinë Socialiste. Pra, edhe prokurorët të fusin në burg, edhe shteti të majë në burg, edhe ti të mendosh që je i pafajshëm, dhe ti thosh avokatin, më nxirr nga burgu se këta ma vran. Edhe ti të votosh Partinë Socialiste, ky është tmerri. Pra do të thotë që e gjithë kjo situatë është një luftë e brendshme për Partinë Socialiste që ka përfunduar dhe po fillon dhe vatra e zjarrit është në Partinë Socialiste. Po nëpërmjet burgut. Dhe duhet keni parasysh ju që zoti Veliaj nuk mendoj se do të jetë zoti Tahiri i cili nuk foli kurrë dhe nuk tha diçka konkrete. Zoti Veliaj në momentin e duhur jam i me bindur do të qej momentin që do të flas. Por do të flas kundër partisë së tij. Se zoti Veliaj bërë një gabim dhe nuk bërë një aleancë politike me zotin Berisha dhe mandati i 4 i zotit Rama e ka bërë vulnerabël zotin Veliaj, i cili nuk ka më pjesë në Partinë Socialiste, po ka thjesht vetëm punë me drejtsinë shqiptare të reformuar nga partia e tij. Se puna e Partisë së Punës. Ishe me partinë, shoku i partisë. Ishe kundër partisë, armiku i popullit. Kështu është edhe Partia Socialiste sot. Por, keni kujdes dhe parasysh diçka në të njëjtën kohë. Partia Socialiste nuk godet ata të cilët janë kundër saj publikisht në kuptimin politik të fjalës. Partia Socialiste godet ata të cilët i ka shfrytzuar politikisht gjatë kohës së mandatit të vet. Dhe i përdor ata, siç rasti Beqaj, Bllako, Veliaj, Tahiri, Dako, të gjithë këta, pse i mban peng në procedim penal. Pra, rasti zotit Tahiri, i cili po hetohet për pasurinë e tij, çfarë është? Është peng. Pse? Se në rast se ai do dalë në televizor, do t'i thotë Spaku, hajde pak këtu na thuaj edhe 2-3 informacione që duam ne. Pa ish mesazh. E pat ju kur zoti Tom Doshi vuri kandidaturën e tij? A e ftuan në SPAK që të vinte të tipte disa deklarime? Pse e ftuan në SPAK organi i partisë? Që të thoshte jep dorëheqjen, se dha ai dorëheqjen, po s'kishin nga ta kapshin. U bën zgjedhjet. Pse nuk e thirrën më? Dhe ta thrasin, mund ta thrasin dhe të proceduar, ku i dihet. Pse? Se organi i partisë që është SPAK-u, kështu procedon. Ata nuk e kanë kuptuar, ata kanë menduar që ne po bëjmë drejtësinë. Orë që korupcion ekziston në këtë vend ekziston, por politika e tillë penale që bën SPAK-u duke vendos njerëz në
kuadrin e procedimit dhe arrestimit futjes brenda në fazën hetimore është i gabuar dhe është i mirë menduar nga partia në pushtet. Pra Partia Socialiste godet njerëzit e vet. Njerëzit që janë kundërshtarë të Partisë Socialiste i godet me rrethana të tjera të cilët nuk i intereson Partisë Socialiste. Po i godet, por e rëndësishme nga kjo është kjo që duhet kuptuar, që ata të cilët janë goditur brenda Partisë Socialiste janë goditur nga partia e tyre dhe nuk janë goditur nga faktori opozitar politik. Prandaj them që këto telefonat që janë gjetur, më thuaj kush manalt i futi në brenda dhe kush manalt nuk kontrolloi këta që i futën brenda celularat. Jo celularat. Prandaj këtu do të përqendrohemi dhe themi, pra partia edhe fut edhe nxjerr. Partia edhe fut edhe nxjerr nga burgu. Avokat, si mendoni sa mund ta kompromentojnë këto aparatet celulare vetë të burgosurit, nisur nga emrat që përmendëm më parë, nisur nga Velia, Qyrbja, Alçi Bllako, por edhe ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqja? Këtë implikojnë vetë të para burgosurit që mund i ketë përdorur këto aparatet celulare. Tani të jemi realist, sa para burgosurit kanë brenda celular është punë tjetër, por puna këtu nuk është për celularët. Këtu puna është që partia në pushtet po kontrollon njerëzit e vet, sepse nuk duhet të dali diçka tjetër, jo celularët, nuk duhet të dali e vërteta, dhe e vërteta nuk duhet të dali sepse është e lartë. Dhe derisa është e lartë e vërteta, duhet edhe të kufizohet po nga lartë e vërteta. Që do të thotë, për mendimin tim, ata përgjohen ose më mirë merren këto telefona si të sekuestruar, vetëm për një qëllim që të shikojnë me kë ka folur secili nga këta. Po nuk besoj se do të kemi një hetim administrativ ose penal i cili do të dalë me rezultate konkrete, por dihet që të gjitha këto janë formë presioni nga partia në pushtet kundër funksionarëve të saj, të cilët i ka pasur dhe i ka përdorur. Por ky lajm është thjesht lajm, nuk është që jep diçka konkrete. Dihet që të gjithë brenda nga ata që janë sot kanë qenë pranë zotit Rama, asnjëri prej tyre nuk ka pasur guximin që të kundërshtonte politikisht zotin Rama, kanë heshtur, zoti Rama ka investuar tek heshtja e tyre dhe ata kanë tradhtuar veten e tyre duke u bërë kaq shumë servil sepse kanë menduar se zoti Rama ka qenë me ta. Prandaj unë mendoj që të gjithë këta funksionarë që janë kapur telefonat nuk janë kapur telefonat për të thënë që po bëjmë një pastrim brenda burgut, por janë kapur telefonat për të treguar në botën e jashtme që këta janë gjithmonë në përgjim dhe unë, për shkak se jam shteti dhe pushteti në të njëjtën kohë, bëj gjithçka që ata mos të flasin me ju që jeni jashtë. Si të përgjuar, si të papërgjuar, ju jeni pothuajse njësoj për mua, sepse unë jam breti juaj dhe ju jeni shërbëtorët e oborrit tim, si brenda pushtetit, ashtu dhe jashtë pushtetit dhe burgut. Partia Socialiste ka investuar duke bërë në mandatin e saj të 4, të 3, të 2, kaq shumë burgaxhi që edhe grupet kriminale nuk bëjnë kaq shumë investim që antarët e grupeve të tyre të bëjnë burgaxhi. Madje grupet kriminale kanë edhe seriozitetin, kanë edhe ndershmërinë që mbrojnë grupen e tyre, njerëzit e brendshëm me përjashtime të vogla, po i mbrojnë edhe ata duke bërë manovra edhe marrëveshje midis grupit. Por kjo që të shkoj një parti politike, pjesa më e madhe në burg, ky është një turp kombëtar, nuk është një turp i Partisë Socialiste. Është një turp për të gjithë ne që të lexojmë dhe këto lajme për celular, të lexojmë lajme që funksionarët e një partie politike në pushtet futen në burg, është një turp për gjithë popullin tonë. Ne duhet të reflektojmë këto gjëra që bëhen në Shqipëri në 2025 dhe shkojmë në 2027, në 2030 në Bashkimin Evropian, unë nuk jam i bindur që të ndodhi kjo gjë. Prandaj ajo që unë them është kjo, që këto kontrolle janë mesazhe politike brenda Partisë Socialiste.
Avokat, të ndalemi pak te dosja e Ilir Metës, i cili është njohur zyrtarisht me 3 akuza të ngritura ndaj tij dhe është marrë i pandehur po zyrtarisht. Çfarë do të thotë tashmë për Ilir Metën përballja e tij me drejtsinë? Zoti Ilir Meta në datën 21 tetor 2024 është arrestuar në kushtet e një mase sigurie që është vendosur ndaj tij. Zoti Meta nga ai moment në arrestimin e tij duhet të ishte bërë patjetër edhe procedura e njoftimit të hetimeve dhe çfarë ka ndodhur në hetimet e tij, sepse nuk kemi të bëjmë me kushtet e flagrancës. Arrestimi i zotit Meta ishte arrestim mediatik për të kënaqur zoti Dumani dhe zoti Rama në të njëjtën kohë, që arrestohet më në fund një ish president dhe për të kënaqur gjithashtu edhe një kaçurrelse, e cila ka qenë e Bashkimit Sovjetik dhe jo Bashkimit Evropian në Tiranë. Që do të thotë e gjitha kjo situatë që unë shikoj është që zoti Meta duhet të ishte njoftuar për përfundimin e hetimeve dhe të merrte cilësinë e pandehurit me datën 25 prill për shkak se ndaj tij zhvillimet nga momenti i caktimit të masës sigurisë, jo nga interpretim të na bën disa tjera lavazher të spakut, dhe brenda 6 muajve duhet ishte mbyllur hetimin ndaj zotit Meta. Ndërsa ata vendosën në maj të bëjnë mbylljen e hetimit dhe të vendosin cilësinë e pandehurit të zotit Meta për akuza që janë të pastrimit të produkteve veprës penale, korrupsionit pasiv dhe mosdeklarimit të ardhurave. Duhet keni parasysh diçka. Ne kemi thënë këtu tek ju që unë për zotin Meta momentalisht shikoj çelësat në det. Por pas një informacioni të cilit kam pasur, kam parë që një pjesë e dosjes nuk e përfshin zotin Meta në veprime aktive. Pra, gjithë këto vepra penale kërkojnë që personit të ketë vepruar në mënyrë aktive për të kryerjen e këtyre veprave penale dhe jo në formën e pakujdesisë. Duke qenë për lobimin, kam rezervat e mia. Për mosdeklarimin po ashtu rezervat e mia, por pastrimi i produkteve të veprës penale ndaj një personi i cili është vazhdimisht këtu e 34 vite që bën deklarimin e të ardhurave dhe nuk i ke gjetur një burim parash, edhe një po të them, i paligjshëm, nuk e di se si spaku do të bëj justifikimin e kësaj vepre penale. Që do të thotë, zoti Meta, për mendimin tim, nga çelësat në det, po fillojnë që çelësat po fillojnë edhe po dalin, jo nga deti, po janë në det, por nga dalë do fillojnë edhe të lëvizin nga aty ku ishin në tokë, e do lëvizin dhe do vinë pak a shumë në sipërfaqe. Kjo a do bëhet nga ndihma që mund të jepi avokatët e tij? A do të bëhet nga vetë zoti Meta i cili do përdorë gjykimin e zakonshëm? A do të bëhet vetë në natyra se si do të shfaqen provat në gjykatë dhe se si do të reflektojë dhe prova brenda gjykatës duke dëshmuar, sepse do ketë dëshmitar të shumë të cilët do të jenë dhe pro zotit Meta dhe kundër zotit Meta. Kjo mbetet për të parë. Por unë mendoj që zotit Meta duhet të hiqet masa sigurisë arrest në burg, sepse derisa nuk kemi të provuar nga ana e prokurorisë prishjen e provave, largimin e tij dhe kryerjen e veprës penale të njëjtë, unë mendoj sepse duhet të jemi në kushtet që zoti Mediu po gjykohet në gjendje të lirë, zoti Berisha po ashtu në gjendje të lirë, pavarësisht se është në detyrim paraqiti në këto kushte që jemi sot, dhe zoti Meta duhet të vinë në të njëjtën situatë, sepse nuk kemi të bëjmë me një vepër penale vrasje, kemi të bëjmë me një vepër penale korrupsioni apo vepër penale korrupsioni. Pra, ajo gjë që bën prokuroria jonë që i fut në burg është thjesht një statistikë e radhës, sepse don të tregojë tek populli jon që ne i morëm, i futëm në burg, por populli jon duhet të kuptojë këtë gjë. Në Shqipëri
politikanë dhe në botë, kur futen në burg, lavdrohen në një të ardhmë dhe përfitojnë, sepse sistemi juridik është i tillë, kaq i dobët dhe vulnerabël ndaj atyre që nuk mund të jepet kur drejtësia e merituar sipas interesit të popullit. Dhe populli jon është futur në një lojë e cila nuk është lojë e mirë, por është e lojë e cila do të ketë shumë rezultate negative për popullin ton, edhe rasti Meta, edhe rasti Berisha, sepse populli jon kërkon ndëshkimin e tyre, por nuk kupton diçka. Ndëshkimi bëhet vetëm nëpërmjet votës dhe jo nëpërmjet burgut. Nëpërmjet burgut ai mbadje edhe fiton dhe dëmin e shkaktuar, por nëpërmjet votës populli shqiptar ka për detyrë ta çojë në shtëpinë e tij. Po nuk e quam ne me votën tonë në shtëpinë tonë e atit personi që është në politikë bërë shqiptare, mos prisni as europian, as amerikan, as zotin të zbresin në tokë dhe të heqin nga politikanët aktual nëpërmjet burgut. Prandaj rasti Meta është një rast i cili, për mendimin tim, Zoti Rama të ketë kurajo, të ketë mundësi dhe mendim të mirë që të shkojë të dëshmojë atje, sepse Monika Kryemadhi jam i bindur që do marrin në qafë Edi Ramën dhe Edi Rama nuk ka se si të refuzoj të shkoj të japi deklarim përpara gjykatës, sepse Zoti Rama nuk donte as me inceneratorëve të shkonte të jepte deklarat, por kur e informuan dhe i thanë që o hajde o të marrim me zor, atëherë tha po bëj garipin edhe po vi tek ju. Por jam i bindur që në këto procese gjyqësore që do të bëhen në Shqipëri, si rasti Partizani dhe rasti Meta, Zoti Rama do të jetë kryefjala e këtij procedimit penal. Në cilin rast Monika Kryemadhi mund të fundos kryeministrin Edi Rama? Në të komunikimet me telefon, sepse Zoti Meta është akuzuar, sikur ai, imagjino tani çfarë akuzon Spaku, të thoje që akuzon diçka në aspektin ligjor dhe e kanë kapur, gjë e bukur. Po shiko tani që akuzon Metën. I thot Metës ti ke qenë kryetar kuvendit, po. Në kohën kur ti ke qenë kryetar kuvendit, bashkëshortja jote ka folur me kryeministrin, kryeministri ka folur me një deputete, deputetja ka sjellë një ligj për një pushtet ekonomik dhe ju keni kaluar të gjithë si grup parlamentar të dyja partive ligjin që është porositur. Dua Spaku të vi të ma thotë në gjykat dhe unë të them edhe surprizën që të radhës, unë për këtë qëllim do shkoj të shikoj gjyqin e Metës kur do zhvillohet në gjykim të zakonshëm. Dua të kuptoj sa naiv janë ata të Spaku apo janë kaq shumë pa moralshëm në aspektin juridik. Sepse të shkosh edhe të thuash kryetarit të kuvendit që ti pas ke kalu ligje, po tani grupi ekonomik është grup interesi. Pushteti ekonomik është grup interesi. Çfarë do na thot Spaku ne? Që kush merr një politikan do të thotë ka bë korrupsion? Ore, do qeshim në këtë procedim penal, do qeshim dhe normalisht që ajo që do jetë akoma më e tmerrshme është në rast se na del Irena Gjoka e cila do jetë në seancën paraprake. Në rastin na del po te treshja e gjykimit të Metës. Se do dali një ren do ketë aty. Tani se mbaj me është Gjoka, Shpata nuk e mbaj me, se më ngatron edhe ky Berisha me deklaratat. A janë zbardhur mesazhet mes Monika Kryemadhi dhe Edi Ramës dhe çfarë përmbajnë konkretisht këto mesazhe? Shiko, përveç asaj që ju that pak më parë. Derisa hetimet kanë mbaruar, do të thotë që edhe dosjet janë shpërndarë. Pra, nuk i dihet nga ku merr informacion dhe si merr informacion. Po unë do doja shumë që të shpërndahet komunikimet midis Edi Ramës dhe Monikës Kryemadhi. Aty do të shikoni se si qeverisemi, nga kush qeverisemi dhe si kemi katandisur si popull. Kaq dua të them, asgjë më shumë. Është e kot seanca e procedimit penal me gjykim të zakonshëm do të jetë një nga më të bukurat që do të kemi komentuar dhe do të komentojmë vazhdimisht nga 2025 e deri në 2029, sepse Spaku do ndihmoj që po ashtu Zoti Meta dhe Berisha të jenë po në sistemin e drejtësisë në këtë situatë procedurale,
sepse Spaku po ndihmon që zoti Rama të shkojë edhe për mandatin e 5. Pra do të thotë që gjithë situata do jetë kaq shumë e bukur si një film. Derisa Monika ka shkuar dhe thotë që jam aktore, tani unë e pres ta dëgjoj në gjykatë se si do aktroj dhe se si do thotë të vërtetën që kam punuar në kurrizin e bashortit tim dhe në favor të Edi Ramës. Dhe mbani mend diçka që Monika Kryemadhi çuditërisht kishte një dashuri për Erion Velin, një dashuri të madhe të jashtëzakonshme për Lulzim Bashën dhe po çuditërisht po këto dy individ e kanë tradhtuar Monikën Kryemadhi. Dhe pastaj kemi po të njëjtin individ që ka pas dashuri zonja Monika Kryemadhi, Edi Ramën, që i futi burrin në burg. Pra, kjo grua ka dështuar kaq shumë nga dashuritë e saj politike, se sa është e paimagjinueshme për të marrë në konsiderat jo vetëm si në cilësinë të pandeurës, po edhe në cilësinë e dëshmitarit. Prandaj provat telefonike flasin vetë dhe unë dua të shikoj se si Spaku do na thot kush ka porositur dhe kush ka sjellur në propozim në parlament ligjin e propozuar ose kërkuar nga grupi i interesit që vjen nga pushteti ekonomik i vendit. Pra ju po thoni se këta tre politikanë duke nisur nga Edi Rama kur ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha dhe Erion Velia i kanë tradhtuar politikisht Monika Kryemadhin në ato çfarë ka ndodhur që pas viteve 2000 deri më sot? Po, zonja Kryemadhi është socialiste, zoti Bardhi, nuk është demokrate. Zoti Rama është socialist. Mirë. Zoti Veliaj është socialist, apo i deformuar, por socialist. Zoti Basha, nuk e di, Euroatlantik, hajde mos them në fjalë, Euroatlantik, i cili erdhi në Bashkinë e Tiranës me ndihmën e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Pra, nga socialistët. Pra, duke marrë këto të gjitha edhe duke bërë një analizë politike, më mendoj që zonja Kryemadhi është tradhtuar nga këta ish kryetar bashkie, që secili nga ata kanë qenë në politikën shqiptare, pra Lul Basha dhe Erion Veliaj, tani pritet se si zonja Kryemadhi do të jetë dëshmitari e fundosjes së zotit Rama, sepse zonja Kryemadhi për mendimin tim e fundos zotin Rama në rast se ajo thotë që unë me Ramën kam folur edhe i kam thënë të gjitha, sepse procesi penal dhe zhvillimi i gjykimit të zakonshëm bën që i pandeuri të ketë atributet dhe të thoya fuqinë më të madhe të kërkoj gjithçka në gjykatë dhe gjykata nuk ka fuqi të refuzojë në gjykimin e zakonshëm. Ndërsa në gjykimin e shkurtuar, gjykata është zoti dhe prokuroria është shkopi. Por në procesin e gjykimit të zakonshëm, unë nuk e di se si prokurori do filloj nga faqja 1 të lexoj dhe të mbaroj të gjitha fashikujt, duke i lexuar aty në gjykat. Nuk e di. Prandaj them, do jenë lajme, video, do shkojmë atje bashkë të bëjmë që atje intervistë bashkë. Do kemi këtë vit, pra 2025-2026, momenti më historik, Partizani Meta Kryemadhi në gjykat. Rama besoj se do të jetë me ankth, sepse në të dyja rastet zoti Rama është i përfshirë në mënyrë drejt për së drejti dhe jo tërthorazi. Si mendoni, apo kërkon të shpëtoj veten e tij Ilir Meta duke akuzuar bashkëpunëtorët e tij sa i përket çështjes së lobimit? Unë mendoj se zoti Meta, të jemi realist me ju, nuk ka pse të akuzoj dikë në procesin penal. Aty zoti Meta do të tregoj qartazi se si funksiononte lobimi, çfarë u bë në pjesën e bashkëpunëtorëve të tij, pse e tradhtuan dhe çysh e tradhtuan, secili prej tyre, por për mendimin tim, bashkëpunëtorët që kishte Meta sot i ka Rama. Ashtu si tradhtuan Metën, do tradhtojnë edhe Ramën. Këtë duhet të kuptoj zoti Rama.
Materialistët të cilët janë futur dhe janë bërë pjesë e Partisë Socialiste, patjetër dhe sidomos do godasin Partinë Socialiste dhe zotin Rama në një moment. Pra, duhet ta marrim si fakt konkret. Çfarë? Derisa ata kanë qenë në shërbim të Metës dhe në momentin ku panë që Meta nuk ishte më kaq i fuqishëm, ikën dhe shkuan te Rama. Kur shikojnë që Rama nuk do të jetë më i fuqishëm, ata që ja futën Metës do t'ja fusin Ramës. Kjo është e logjikshme. Çfarë do bëjë Meta që akuzon bashkëpunëtorët, ish bashkëpunëtorët e tij? E sigurt që ata kanë përgjegjësinë e tyre penale, por në procesin që do zhvillohet në gjykim të zakonshëm, secili prej tyre duhet vit të na thotë dhe të na deklarojë çfarë kanë qenë këto gjëra që ke deklaruar, dhe në rast se këto deklarimet nuk janë të sakta, normalisht quhen deklarime jo të sakta, të cilat nuk provojnë provë kundër të pandeurit, dhe zoti Meta mund të bëhet shpallet dhe i pafajshëm në një pjesë të madhe të akuzave. Nuk e di a janë për të gjitha, por unë mendoj se në rast se jemi me këto të dhëna që kemi paraprake, normalisht që zoti Meta përfiton nga edhe pafajësia, sepse ka mundësi që ta hajë dikush tjetër i cili ka qenë i aftë për të qenë servil dhe i pa aftë për të reaguar në momentin e duar kur i kanoset dhe karrika e tij. Si mendoni, sa vite burg rrezikon Ilir Meta me ngritjen e këtyre 3 akuzave? Maksimumi i burgut që mendoj unë mund të jetë 12 vite burg, por duke përfituar gjykimin e shkurtuar gjitha këto, edhe mënyra se si do të paraqitet edhe pjesa e paraburgimit, në rast se do të jetë në pjesën e paraburgimit, në rast se do të kemi një proces politik, zoti Meta mund të dënohet të paktën 4 vite. Por në rast se do të kemi një proces gjyqësor së drejtës, unë mendoj se zoti Meta duhet të shpallet i pafajshëm sepse akuzat ndaj tij janë krejtësisht politike. Si mendoni, a do të jetë Ilir Meta një kurban politik në kuptimin e plot fjalës që rrezikon të dënohet me vendim të formës së prerë, dhe nga ana tjetër çfarë mund ta shpëtojë Ilir Metën në minutën e fundit? Zoti Velia është kurban politik, jo zoti Meta. Në raport me kundërshtarin, se brenda llojit zoti po. Kundërshtar, jo brenda llojit. Zoti Rama brenda dhe jashtë llojit të gjithë i ka kundërshtar. Zoti Meta nuk bëhet kurban, sepse zoti Meta është kryetar partie, ka 4 deputet derisa janë tani 4 i ka të vetët, i ka nga lista e sigurt të Partisë Demokratike, po ashtu ka veten e tij në vendin e tretë për të futur në parlament në çdo moment, si të jetë në mas sigurie, si të jetë i dënuar në rast se do të kemi hequr edhe ligjin e dekriminalizimit. Pra, zoti Meta nuk është kurban. Zoti Velia është kurban. Pra ata që din ta kuptojnë mirë, zoti Velia nuk ka asgjë. As Partinë Socialiste, as Bashkinë e Tiranës, as G99-ën. Madje s'ka fondacioni Soros që e ka promovuar dhe njerëz të vet të cilët hapnin qerin Disney qeri për zotin Veliaj. Pra, kurbani politik i nderuar është zoti Veliaj për interesin e Partisë Socialiste. Po jo zoti Meta. Zoti Meta është goditur nga partia e tij e cila e dashuron dhe e don që është komunist. Pra zoti Meta është komunist, është socialist. Ky është mesazh për zotin Meta, që partia që të ka groposur është partia socialiste dhe jo partia demokratike apo demokracia në tërësi. Po çfarë mund ta shpëtoj në minutat e fundit? Çfarë mund ta shpëtoj Ilir Meta në minutat e fundit? Zoti Meta e shpëton veprimtaria e tij në gjykat, se si do të përballet me dëshmitarët. A mund sakrifikohet dikush tjetër për Ilir Metën? Jo, nuk ka sakrifikim. Ka dënim. Në kuptimin ligjor. Po, ka dënim. Në Pogrades, lart, nuk e më tani çfarë fshati është, janë bërë disa burgje dhe aty shkojnë gra. Unë mendoj se ajo që e ka bërë ose dyshohet që e ka bërë, shkoj atje. Që tani s'ka nevojë të presë. Dihet shumë mirë kush është. Po nuk është sakrifikim kjo. Pra ju po thoni që kënaqësia e tepruar dhe abuzimi ekstrem duke mos njohur ligjin. Por në kodin tonë penal mund ta bëjë një sakrifisë të tillë. Jo, nuk do bëj sakrifisë sepse do sakrifikohet ajo. Po në rast se provat tregojnë që ajo ka fajsi, normalisht jo, nuk quhet sakrifisë ligjore. Në rast se personi nuk njeh ligjin penal me veprimet aktive flasë,
pra në veprimet aktive, të cilët nuk ke një marrëveshje paraprake me personin që po bën diçka. Se ndonjëherë kur bëhet në një vepër penale, ndonjëherë dy palët heshtin, por vepra penale duhet shikohet, bëhet në kurrizë të interesit publik, bëhet në kurrizë të një personi të tretë, apo bëhet në bashkëpunim të dy që janë për të dy persona të cilët normalisht përfitojnë nga ky rast edhe sikur të jetë vepër penale. Pra është midis dy individëve të caktuar, që edhe kanë edhe përfitimin e kësaj vepre penale. Pra do të thotë që e gjitha kjo situatë që unë mendoj është e tillë që zonja kryemalli duhet të përgatitet mirë me avokatët e saj që të shikojë fajsinë apo pafajsinë e saj. Por burgu në Beograd është shumë i mirë dhe është madje me standarde më të larta, por nuk kemi të bëjmë me sakrificë. Kemi të bëjmë me vetëkënaqësi të tepruar të një individi i cili nuk ka ditur të shikojë kodin penal ashtu siç duhet dhe nuk edhe ka dashur të kuptojë a kemi ligj apo jo në Shqipëri. Të çfarë do lloj kohe, nuk flas vetëm të 2025-s, para 2025-s, në momentin e politik bërës, në mënyrën e komunikimeve, a komunikimet kanë qenë ashtu siç duhet apo kanë qenë të tepruara, këto gjëra do të shikohen në gjykatë dhe do të kemi parasysh diçka, bashkëshorti nuk mba përgjegjësinë individuale e bashkëshortes në rast se ajo ka lajthitur. Tani, prandaj dhe zoti Rama ndonjëherë kur thotë përgjegjësia është individuale, jam shumë dakord me të. Unë kam qenë i parë që kam thënë që po, përgjegjësia nuk është individuale, por ama ekziston edhe diçka tjetër. Kur përgjegjësia nuk është individuale, duhet të jetojmë në rast se është në bashkëpunim dhe në rast se është në formimin e grupit të strukturuar kriminal. Në rast se nuk është në këto të dyja, atëherë shkojmë tek përgjegjësia individuale. Po pa hetuar këto të dyja nuk mund të shkojmë drejt për së drejti tek përgjegjësia individuale. Kjo është diferenca ime me Disë Ramës, që nuk jam dakord. Pra ju jeni mendimit se Monika Kryemadhi është ajo e cila, po themi, e ka goditur pas shpine Ilir Metën? Shiko, unë nuk kam dalë përpara spakut dhe të bëj deklarata duke thënë që më fusni mua në burg. Normalisht unë e marr të mirëqen që ajo thot dua të futem në burg sepse ajo diçka di. Prandaj e them këtë deklaratë. Në rast se unë nuk do kisha dëgjuar këtë deklaratë, normalisht nuk do mbaja këtë qendrim. Prandaj them derisa ka këtë qendrim dhe don të shkoj në burg, shkoj në Beograd me standarde e kat, bëhet gati dhe të ballafaqohet me drejtësinë të cilën vetë ka votuar dhe vetë ka pranuar të takojë ambasador, se ka qenë edhe kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë falenderoj për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.